Se të mbaj fjalën e tij, kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Të dashur antarë dhe antar të Partisë Demokratike Dega 4, qytetarë dhe qytetarë të kësaj lagje të Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë, për shtetet e mia më të përzemërta, i dashur zoti kryetar, dashur Besart Ilir Klevis, mirëmbrëma dhe shumë përshëndetje. Vi sot tek ju në një moment jashtëzakonisht të veçantë për Partinë Demokratike, për opozitën, por edhe për vendin. Vi sot në një moment kur Partia Demokratike dhe opozita ndodhet para provës më të madhe në tërë ekzistencën e saj. Ndodhet para provës së përmbushjes misionit saj. Shpëtimit të Shqipërisë dhe shqiptarëve nga një regjim i cili është një regjim diktatorial, jo i llojit totalitar që nuk pranon asnjë lloj opozite, i llojit autoritar që e pranon pluralizmin, por e shtyp atë. Për një pjesë mirë nga ju që kanë jetuar diktaturën komuniste, e kanë të qartë se ajo ishte regjimi më opresiv, më shtypës që mund të imagjinohej. Dhe në atë regjim, në rast se vendosje ta kundërshtoje, hapje me duart e tua dyert e burgut, ose varrin tënd, ose internimin tënd. Në diktaturat autoritare nuk ndodh kjo. Dhe ky është një dallim thelbësor. Diktaturat autoritare, në qoftë se vendos, je i vendosur, mund të qëndrosh i pamposhtur, pavarësisht nga qëndrimet e saj. Por, në të dy rastet, pushteti është në duart të një njeriu. Ata që i kanë analizuar dhe studiuar këto kanë gjetë se më e keqe e gjitha formave diktaturave nuk është ajo që mbushte vendin me burgje dhe kampe. Më e keqe e gjitha të këqive është diktatura e bandave. Ata që e kanë studiuar thonë këtë është më e keqja sepse diktatura e bandave nuk ka asnjë rregull. Nuk ka asnjë ligj. Nuk respekton asnjë normë. Nuk respekton asnjë standard. Ajo vërtet, ndallim nga e para, nuk ekzekuton. Por kjo ekzekuton shpresën. Kjo është një shpresë vrasë e pamëshirë. Dhe largon njerëzit sa asgjë tjetër nga Shqipëria, nga vendi. Miq, nga viti 2014 deri viti 2023, vetëm në hapësirën europiane në Schengen kanë emigruar 1.100.000 shqiptarë, nga të cilët rreth 700.000 të ri.
Pra, rritën në Shqipëri, por ëndrën shqiptare nuk e ndërtojnë dot në Shqipëri. Marrin rrugët e Europës, rrugët e botës për ndërtuar ëndrën e tyre. Dhe ne paksohemi në çfarë shkallë? Paksohemi në shkallë sa që të gjithë nga organizata e Kombeve të Bashkuara dhe çdo institucion tjetër që merret me demografinë, shqiptarët i shikon si një kombë në zhdukje. Si një kombë që sot kanë lind atë numër fëmish që lindte 100 vite më parë, kur ata ishin në regjistra 700.000. Shqiptarët nga viti 2018 deri sot humbasin mira qytetarë, ndahen nga jeta më shumë se sa lindin. Në 10 vite, si kur dhe si asnjë vend tjetër, jemi mplakur 10 vjet. Mosha mesatare jonë është rritur 10 vjet. Në 10 vite, vendi pra u boshatis nga shpresa. Por në qoftë se në 2013 ne ishim njerëzit më të paguar, pak mirë, nuk mirim shumë, po më të paguar ishim se të gjithë këta që janë përreth nesh përveç grekëve. Më të paguar se dhe bullgarë dhe rumunt. Sot jemi më të keq paguarit. Sot 49% e jona është buz varfrie ose në varfri. Të dy diktaturat, ajo totalitarja dhe kjo autoritare, jetojnë dhe mbijetojnë sa ato nuk lejojnë qytetarët të votojnë. Se procesin zgjedhor ato e kanë fars. Në të dy diktaturat vota vdes para në kuti. Tek e para me dajre dhe daulle, tek e dyta me patronazhist, me banda dhe format të tjera. Ky është realiteti i Shqipërisë. Në diktaturën e dytë thash ligji nuk ekziston. Ka 2 muaj që prokuroria ka kërkuar heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Belinda Ballukut, Lubi Ballukut, dhe asgjë nuk ndodh. E mbron Edi Rama me të gjithë forcën e tij, pavarësisht se ajo në historinë e këtij vendi nuk gjendet një e dytë përveç Edi Ramës, i dytë, i parë, që të ketë vjedhë këta shqiptar, është popullin e vetë sa të ka vjedhë ajo. Dhe tani, urdhër arrestet, urdhër pezullimet, hidhen në kosh. Dhe unë ja u them ju këtu. A do t'ja heq apo jo, a do t'a shkarkoj apo jo, ajo është një ranë. Po imunitetin nuk ja heq dotaj. Sepse në momentin që tulet në bankun e të akuzuarës, ajo thot, kam zbatuar çdo urdhër nga ky, dhe ka zbatuar. Nuk gënjen.